Rastin Macedoni ku humben jetën 59 persona nga shpërtimin e zjarrit në diskoteke, cila se mas gjitha analizat që më nuk ka plotsu as kushtet minimale të funksionimit të saj. Ashe rrezik për ndonjë fatkeqësi në Kosovë, mungesë të kushteve duhura ligjore që shërmi plotsu një objekt banesor, biznesor, edhe mos më na përsërit më shkurt në rast ngjajshëm. Si sot 10 vjet a jena në qatë rrugë. Ishte një rast i rëndë dhe tragjik, ku pati viktimat shumë ta njerëz, shumë të rish shkun, ishte me vërtet edhe mëshme. Duhet të marrim masa urgjente si shtet që të mos na ndodhen neve këto. E shikojmë me breng rastin edhe të Kosovës, sepse nuk janë respektuar standardet në Kosovë të ndërtimit pikë pari, pastaj edhe të funksionimit të objekteve të tilla hoteliere apo të arktimit. Këto i kanë disa standarde prapë po minimale gjithmonë po flas, sepse mund të flasim edhe për gjitha llojet e standardeve, po spori duhet të shkojmë te minimalet. Duhet të kenë dyshoj që i kanë, duhet të kenë hyrje daljet e shënjuara apo daljet emergjente gjithsesi çdo objekt. Duhet të kenë aparatet kundër zjarrit të kontrolluara çdo 6 muaj, se kështu thot ligji, edhe të domosdoshme që janë aty nevojshme për sa janë kriteret profesionale që përcaktojnë ekspertat. Duhet ta kenë hidrantin e brendshëm dhe të jashtëm. Duhet të kenë dyert rezistente kundër zjarrit. Çfarë kupton kjo? Çfarë kupton të dyert edhe të hidrantet në objekte? Po, kemi dy lloj hidranteve. Tash nuk po ndalim specifika teknike për shkak se nuk e lejon edhe kozhjatja e misionit, megjithatë dy lloj hidranteve, të brendshme të jashtëm. Këto hidrante duhet të kenë ujë të mjaftueshëm spaku për 60 minuta sipas standardeve. Që nëse shpërthen një zjarr, atëherë menjëherë personi i trajnuar apo personat e trajnuar që në një objekt hotelier, objekte ku ka apo qendra tregtare ta marrim, apo një objekt ku ka grumbullim të njerëzve, e marrin situatë ndor derisa të vinë zjarr fiksat, sepse zjarr fiksat mund të vonohen 10, 15, 20 minuta, varësisht ku është objekti ose më tepër. Pra duhet me pas ujë rezervë. Ujë në rezervë, ai ujë hidranti mund të jetë i lidhur me sistemin e ujësjellësit të qytetit apo të ndërtohet kur ndërtohet objekti. Gjitha këto janë paraponë, duhet me qenë paraponë të kushtet ndërtimore që jipen. Nuk mundesh me leju. Të e po rastin e Maqedonisë se po është që këna raportu për një 2 vjete a 3 për një supermarket për një për i matë mëdhejve në Kosovë, është hyrjet Mitrovicës, Viva Fresh, ku inspektoriati i punës e kishte dënuar që 2 katë nuk ka dalje emergjente, ka vetëm një hyrje. Domethënë s'ka shkollë emergjente, s'ka kurrë. S'është i vetmi, vjen vetë që morra se shkas për shkak të vendimit. Kjo fatkeqësi, unë po shoh edhe gjithë po shohim faktikisht ndërtesa të reja që po ndërtohen, banimit kolektiv, edhe të cilat nuk i kanë shkollë të evakuimit.